Jemi këtu në afërsi të liçenit të Ujmanit, pra buz liçenit të Ujmanit, ku sapo ka përfunduar një aksion policor. Pra njësitë speciale dhe njësitë e tjera kanë qëndruar këtu dhe kanë asistuar kompaninë e Iber Lepencit për ta marrë nën kontroll këtë institucion që ka qenë një qendër ekologjike dhe rekreative, kontrolluar nga strukturat paralele, ndërkohë që tash shteti i Kosovës e ka marrë në dorë. E kemi parë që janë larguar edhe mbishkrimet në gjuhën serbe, pra në Qirilis, dhe janë larguar të gjitha mbishkrimet që nuk e njohin shtetin e Kosovës. Policia ka asistuar kompaninë e Iber Lepencit pra për ta vendosur kontrollin në këtë objekt, pra dhe në këtë hapësirë mjaft të madhe që ndodhet buz liçenit të Ujmanit. Po ju lëm me disa pamje nga aksioni policor dhe nga momentet kur policia largohet bashkë me zyrtarët e kompanisë, kur edhe përfundojnë punën e tyre.